Po që e gjeneta për shumë? Lapion ka juj. Po. Aje që i ketë gjallë, e mire ketë ku është, që të ba? A kështë hyte në Big Brother? Unë jam i marrun për Big Brother, si format. Mos kanë ftura, se është më konë pjesë e këtij formate? Jo, emri mu ka laku, s'ku marrë ftesë serioze, mirë që s'ku marrë, se dhe ashtu ishtë dash me refuzu. Ta të Shqipëris nuk jem të përcjell përveç gjesti që të më dalë në TikTok. Nuk kam, dhe më thonë si jem asun rilla pësë është qaqi mirë, se s'pëdi që po bëm pësë është qaqi mirë, po mirë. Tash më thonë është shqiptar edhe ata janë shqiptar, po mirë që se këtu nuk mujti me bëhet diçka më shumë, atje kallzoj veten pak më shumë, mirë boll, spaku që kur del me të filluar jetën, me pas koncerte, me marr pak parë edhe në rregull, nëse do të më shfrytzu. Këto të Kosovës kum pas kohë i kum përcjell disa prajma, po këto formate që janë nuk duni me marr nga zemre, se s'është format shkencor, as nuk ka format që dikush aty hin mbrana dhe na kallzon diçka për jetën që na se kena ditë. As nuk dëgjojmë aty diçka në Big Brother që e rregullon trusin e Kosovës ose që e rregullon një problem jetësor. Unë mendoj që e shohim në realitet që jena na ka shtëpia veç jemi na çata. Do të thonë nëse e mendojmë që njërin prej vajzave që është aty në Big Brother e ki njërin me hall ose e keni shoqë qasi. Do të thonë populli është çaj. Tash mos thon 100% që po 85% që janë çata. Po si do që pe mori nga zemre, mos e merri nga zemre. A më kupton? Ajo është një antibiotik që i pjetë 7 ditë edhe krye, do më thonë edhe ata janë 3 muaj, krye nuk janë ma. Do më thonë, a më kupton se Big Brother është i mirë, është trampolin shumë e mirë për me kthyn ta, e kur del me ditë me shfrytzu. Po qysh pesha nuk po din asnjë me shfrytzu. Asnjë e po mbefasojnë aktorët. A mendon që ka ardhur koha me fitu një femën Big Brotherin? Se për një me konë si qikat, në vitin arshëm me fitu maj mirin, s'kisha me thonë femën e mashkull, se s'kam qef hiq me gjeni me lujtë se zoti nuk i ka nda. Po si na tu fitu kur? As njëherë nuk dole që fitojnë aj femën. Po, nështë që se meritoni. Qysh mërë se meritojna? Apo ma qëtë një pej studios? Hajde. Nështë që se meritoni. Qysh mërë se meritojna? Si vjetë ka pas femna që kanë meritu me fitu? Cili artist që ty të ka folë ma shumë sone? Plus e ke pas... Cili artist ka folë ma shumë sone që të sonte? Pret me na jasë di. Nuk u dhe me përmen emra. Robert Berisha ke pas? Aj ka mujtë me folë një ecione? Që aty? E pse menon që se meritojnë femnat me fitu? Jo, më nuk po thëmë, mosëm që të mërë fjallë. Po ti dhe! Mosëm që të fjallë, o je përtër. E do dha mundën. Jo, po thëmë, nuk jam unë veç po kam qef, s'është më rëndësi hiç kush e fiton Big Brother. Apo kupton? Hiç s'është më rëndësi. Me rëndësi është kur po dali pe Big Brother, nuk po bojnë kurrë. Ti je të shku 200 orë, kur del pe Big Brother, ti dush me shku 300 orë. Mos ai ti po kthesh 80 orë, është gabim kjo. Nuk po din, po emocionohen, me një herë për TikTok, me një herë me foto me shoqni në restoranta, me shku njëri thirr çat janë i dark, le darkën, paguje vet, s'është kurrë darka. Domethon, olu më shefu dhe det mos del hiç, mendo çka kimë bë. Edhe shfrytëzohet çat emër që e fitove 3 muaj ditë. Domethon, se tash çe edhe me emra tash po kam probleme. Për më një emër që më mujt me ditë çka më fol për ta. Çika ju Gjeneta? Po çe Gjeneta për shkak. Lapion ka ju. Po. Ai që ke gjallë, e mire ke ku është, ç'a të bë? Një podcast bile bën e dalë aplast, apo kupton? Mos ngane për emisionet Shqipërisë në për emisionet Kosovës se s'ki nevojë se të kam pa 3 muaj ditë çu shkullësh, çu shflanë, çu shlohesh, çu krejt. Mos shkon në për emisione. Mu harxhu. Të kam pa, i okay. Shpallën një emision me të bë pyetje ton, thuj Nora që ka me hi në Instagram live ose në TikTok, jepe një emision ekskluziv për veten tonë, edhe më na çka kimë bë me jetën. Çikaç. Unë mendoj që ashtu abden, po nuk janë të ditë me shfrytzu. As këta, as ata më herët, domethënë as të njonin nuk kanë bë diçka për Big Brother, as të njonin. A kishe hyrë në Big Brother? Unë jam i marrun për Big Brother si format, po jo. Nuk isha e para nuk du se unë jem kanë shumë para publikut. Edhe nuk du publikut me më njoft 100%. Se është gabim asaninaj. Kur të një publiku që është hambuke, që është flane, që është karhate, që është bashkë nervoze, është pak e rrezikshme që për mua është pak e rrezikshme që kur dal, masane njerëzit janë ngit me mua. Edhe është format që s'kisha mujt me duru. Jem tipo lëvizje, nuk kisha mujt me duru 24 orë. Kisha mujt me shpërthy. Që tash e kam një kërkesë veçantë, se bajagi gatë të komojt, kështu që bën gatë mojtën të dish. Shprehje kam çështo me fol shumë, kam kallzu. As ndaj takim me famën kur kontroll që çka gas kom ndajt. Ti e din që e ke pru një perl,
tamam perdo, gjithë secili maturant që konga maturant. Gjithë secili maturant më duket më shumë të ka nguty se sa versionin e vërtet të kongës maturant. Kështu që unë maturant jam shku ka herë, kom harru kur e kom kryer shkollën e mesme. Kur e kom kënu kongën maturant në studio, kom kajt edhe vet. Kur e kom kënu. E ka shkruar Kreshnik Avdiu, është një djalë për tekstet që ka me thonë, hitet më të mëdha në Kosovë i kena pidorës ti edhe pimenës ti, prej Kreshnik Avdiut, Ardian Kastrati e ka përnu muzikën e këto, unë e kom kënu, edhe kur e kom kënu, po të kallëzoj drejt, kom kajt, kom pas emocion, është një ndër këngët që ngohet shumë prej maturantave, ka shkolla që më thrasin me shku edhe live më javë kënu me rol të Sofijës, është këngë e mirë, ka melodinë e mirë, ka vinë, po ashtu ka humor mbrana këngës, edhe të njëjtin kohë ka edhe të vërteta. E vërtetë është. Është një ku thet, tash kam probleme edhe me tekst, është një kur thet sa cigaret ke pi mas shkolle. Sa shpesh kemi ik prej ore. Po sa shpejt kemi ik prej ore, sa cigaret pi mas shkolle. Kush jam sy fakultetit, këtë me livdi kush kismetin, që është diçka po ka është këngë mirë. Është shumë mirë. Kështu që unë isha ndi e privilegjuar nëse veç e kisha një prej teje këtë këngë. Me kënune personalisht ta? Po. Veç zdia muj me dit sa të dish refrenin. Një mama, pe kënu në bashkës. Po, në nuk gudzej me kënu se zdi me kënu. O, jam bo viralun e me një të kënu me njëherë. Për të këthejnë ashtë ju po të pëlqoni për qatë që qyteti një gloti që lej me keni o maturant ju po shkelqeni sa të miri ju jeni i prej mejen like e keni, që pas ku më harru. E pas ke harru. Sonte ka që kënë shpe, e ngoj ditë mësoj. Se si djetë, unë bjerë me kënune kërës. Si djetë, bja se maturantat, më do këtë qëtash edhe pak e ka në atë periudën që shkojnë e shkojnë shkollë. Është edhe mirë me kënu. Tonë menun që e kalajshme me kënu, për nuk është e kalajshme. Se bërësh me metë pa frymë. E mune dhe të nëllë. Se ka një farë, falimderit shumë që ishe musafire. Ishë më stani falimderit që më keftu. Jëm dje shumë e lumëtër. Për mu ka qenë shumë nëci. Unë kom qef shumë të pa sa ma largë, se për me jemi shumë krenar me ty, edhe shumë falimderit. Besoj që ke kalu një në emisionin tanë, se më dha komplimentas për skenës për kur gjë. Qka kombone që jeni krenar me mu? Po ti mas pari ke qenë një vajzë shumë e mirë për familjen tonë, ata janë shumë krenar për ty, mu që kemë bërë shumë mirë. E para, e dyta ti ke fillu dhe herët me ecë. Jo, nuk është e vërtet se kom ecë me vonesë. Me full herët me ecë me të si kom orë kompë. E zbulova, që? Jo, në kalzoj vetë. Që s'ke kalzoj të risë, s'ka? S'në ka arë mundësia. Kjo ka ecë zvonë, amo kërja ka njësë me ecë si zoj, e ka qitë komën, rap. Ku kom vani kur ke fillu me ecë, a dina jo? O, valoj në më do ka qato kabanjët. Kabanjët, që me ty kuj ka keramika. Që drejë po si krejt mija, bom. Aja të tënë, aja të. Adnani, po të me tyt pak edhe për planet, cilat janë planet e tua? Planet, unë me Linda Hakan jem të punu për një projekt, bajage kemi letër të mirë, besoj që nëse realizojmë jemi me një televizion të punu për marrëveshje. Nëse punojmi, po besoj që është një projekt i mirë. Më thon tash një projekt pak më ndryshe se s'ka më ndryshe se si që tot juvet, po besoj që e komendu me kon me bashkëpunu, unë edhe Lindën e du shumë kështu si këngëtare, pa ashtu edhe si mike, edhe është njeri shumë pozitiv. E du, thjesht. Edhe kur e kom thirr Adnan Abedin, së më shërdo se ti jeme mira. E me tu, ajo ka me konë edhe këngëtare, ka me konë njëtin kohë dhe moderatore me mu bashkë. E kom një ideja ashtu pak ma ndryshe, pak ma, besoj që keme konë edhe musafire në herë në emisionin të. Wow, faleminderit shumë vëndina, shumë e privilegjuar. Po na kena një atë mirë që musafire kena nëllë edhe me bujtë. S'ko kojle, flaj me Lindën. Me Lindën. Më si bëbele. Jo, s'tani. Me Lindën. Unë e flaj me atë cintashin, qa si pati ka më ne. Jo, një marë kameronat e mi me vete. Super, pra, na ti hajde me staftonin. Me hajtë stemin. O kryu në flaj me montash dhe Shumë falenderit që ke pjesë. Inshallah që kanë mirë dhe marë, që ashtu që shkeni jo qef.
Inshallah ju shkon ashtu për vije, që e keni menu. Inshallah kem shëndetin edhe masanej ato për vije ato i qesën vet, po inshallah që kem shëndetin. Faleminderit shumë që më keftu edhe po më vjen mirë, e keni sken për më shumë të bukur, edhe e keni një liri të shprehjes shumë të mirë, e keni modern pak më ndryshe se femra tjera, kështu që mos del dikush me ta bë bajat. Atë se mu më pëlqen moderatorët që unë vesër në vëlla, që bashkëjetojnë, që jenë trime me më pyet diçka, mos më ma bërë rrafsh para mikrofonit, pyet, apo kupton, kështu që më pëlqen ky guzim i yt edhe mënyra që është moderan. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit.